Nga Gjergj Zefi. Donald Trump erdhi në mandatin e dytë të tij në Shtëpinë e Bardhë me një premtim për paqe në botë, madje e kërkoi me ngulm edhe Nobelin nga Akademia Norvegjeze, duke u mërzitur shumë se nuk ja dhanë. Në daljet e një pasnjëshme shpallte me pompozitet që ka mbyllur 8 luftra, duke ngatëruar shpesh vendet e botës, mes tyre edhe Shqipërinë. Gaf me të cilën u tall edhe kryeministri ynë gojshturur, që mori mërinë e enturazhit të burrit portokalli, që drejton vendin më të fuqishëm të botës. Më vonë, fiks në mbushjen e vitit të parë në krye të Shtëpisë së Bardhë, me operacionin e arrestimit të Nikola Maduros, u shfaq një Trump luftarak, i cili foli gjithnjë më shumë për armë të mrekullueshme dhe të frikshme dhe për viktima që konsiderohen si dëme anësore, siç ishte vrasja e 32 ushtarakëve kuban që ruanin presidentin e Venezuelës në datën e 3 janarit, për të ardhur tek sulmet me B-2 mbi bunkerin iranian në veri të Teheranit e të shtunën në operacionin masive precis të vrasjes së kreut të regjimit iranian Ayatollahut Ali Khamenei, së bashku me kupolën ushtarake dhe inteligjencën e Iranit. Çfarë përbën realisht kjo luftë e Donald Trumpit dhe çfarë pasojash do të ketë në botë dhe si do të shfaqet reaksioni i saj në rajonin ton, përfshirë Shqipërinë? Donald Trump nuk erdhi në krye të vendit të tij fal zotësisë dhe shkatësisë së tij politike. Ai është pjesë e një lobi shumë të fuqishëm dhe të rëndësishëm në kupolën e lartë të manjatëve të industrisë dhe financave të SBA-s, të cilët qoftë herën e parë në 2016, qoftë në mandatin e dytë në 2020, përgatitën strategji të thelluara dhe mjaft precize se si do të arrinin fitoren dhe çfarë do të bënin nëse vinë në pushtet. Në zgjedhjet e fundit, Fondacioni Konservator Heritage, i financuar nga bosët e korporatave të Silicon Valley, votoi platformën strategjike Mandate for Leadership The Conservative Promise, ku tregoi se çfarë do të bënte në mandatin e dytë presidenti Donald Trump. Votat nga shtresat e ulta të shoqërisë, siç janë banorët e goditur nga deindustrializimi i Amerikës së thellë apo edhe mjaft komuniteteve emigrante në SBA, ishin të domosdoshme për të fituar. Ndaj u luajt me karemin e paqes në botë dhe mbylljen e Amerikës në zhguallin e vet. Kjo manovër u bë për treguar se klasa e re politike është kundër kastës së vjetër liberale, që ka hapur luftra e ka punuar kundër njerëzve të thjeshtë. E gjithë kjo narrativ ishte një fasad, pasi në realitet politikën më të rëndësishme në SBA e bëjnë aparatet e saj federale, ku në krye qëndrojnë Departamenti i Shtetit dhe Pentagoni, pastaj CIA e të tjerë. Shtetet e Bashkuara, edhe pse hiqen si një vend kapitalist me më pak ndërhyrje shtetërore, kanë administratën federale më të madhe në botë. Janë rreth 5 milion persona të paguar në agjencitë federale. Pjesa më e madhe e tyre janë mendje të mpreta dhe studiuese remit, që hartojnë plane afat shkurtra, afat mesme apo afat gjata të jetës së perandorisë më të madhe në botë. Janë këto aparate, të cilat prej më shumë se një dekadë e gjysmë kanë përcaktuar se rreziku më i madh apo sfiduesi kryesor i SBA është Kina, e cila ka arritur me shpejtësi të bllokojë fuqinë imperiale të Amerikës, ajsa të gjithë po flasin për ditët e fundit të saj. Masat e ndërmarra nga presidenca Trump për të ndalur rrezikun e Kinës morën një fuqi të madhe që nga takimi me Vladimir Putin në bazën ushtarake të Anchorage në Alaskë. Në atë takim, është joshur Putin për të shkëputur nga varësia ndaj Kinës, duke i dhënë mundësi për të ruajtur fuqinë dhe dinjitetin dhe për të sulmuar një armik. Lëvizja kryesore është ndërprerja e rrugëve dhe mjeteve të furnizimit. Operacioni në Venezuelë ishte një goditje tipike kundër Kinës, pasi e gjithë nafta e Maduros shkonte në perandorinë aziatike, madje një natë para se të kapej Maduro, sapo kishte pritur një delegacion të lartë kinez. Me operacionin në Venezuelë, kufizohet influenca kineze në Karaibe, Panama e mbi të gjitha në Meksik, e cila është një partner i ngushtë i Kinës. Nga ana tjetër, tërheqja e Pakistanit në gjerin e bordit të paqes është një tjetër lëvizje e cila ka nisur herët, që në kohën kur atje u dërgua ambasador Donald Lu për të bërë çorap udhëheqjen pro-kineze. Disa ditë para ndërhyrjes në Iran, Pakistani sulmoi Afganistanin, vendin të cilin SBA-ja ja dorëzoi Pekinit, pasi ky i fundit hipotekoi rezervat e mineraleve të rralla të vendit të egër, por edhe siguroi udhkryqjen e rrugëve energjetike. Ndërkaq vrasja e Ali Khameneit, përveç një lëvizje në shumë drejtime, synon bllokimin e partneritetit me Kinën, e cila merr çdo ditë nga Irani 10 milion ton fuqi naft, një sasi gjigande e domosdoshme për industrinë teknologjike kineze. Trump, me këto lëvizje, synon të vërë nën kontroll burimet e rëndësishme të makinerisë gjigande kineze dhe ta kondicionoj sa më shumë saracineskën e rivalit të tij. Por, a mund t'i arrijë? A do cilin këto operacione që ndërmori objektivin që synon? Pikërisht kjo është enigma, pasi vrasja e Khameneit mund të sjellë në Iran një kaos të madh dhe garda revolucionare që mund të marrë në dorë pushtetin mund të radikalizojë edhe më shumë gjendjen. E vendi mund të përfshihet në një kaos, siç ndodhi me lindjen e mesme gjatë periudhës së pranverës arabe, kur rënia e diktatorëve nuk solli
tregoi asnjë pasojë pozitive për botën, madje e përkeqësoi. Edhe atëherë, Obama kishte të njëjtin synim, të dobësonte Kinën, pasi Rusin me një arrogancë imperiale e quajti fuqi rajonale. Nga ana tjetër, Kina nuk do të rriduar kryq, do të përgjigjet me metodat e saj të buta, duke përdorur paratë dhe influencën kudo, siç ka vepruar edhe në Ballkan, në Serbi, Maqedoninë e Veriut, Malë të Zi, por edhe në Kosovë e Shqipëri, ku ka vatra të forta influence. Ndërkohë, tek ne ndodhet edhe opozita iraniane e Mujahedinëve, ajo e Miriam Rajavit, e cila është një prej aleatëve të Perëndimit. Nuk ka qenë e rastësishme furia kibernetike ndaj Shqipërisë, siç edhe operimi i disa qarqeve mediatike, analizëve e profesorëve që kanë mbushur televizionet dhe ngrenë Iranin e Kinën, e sulmojnë Amerikën që po bie.